Ndërsa tani në magazinën Bonbon do të flasim për një temë për cilën është diskutuar në masë të madhe gjatë këtyre ditëve. Është folur shumë për armët, sa armë janë në Kosovë gjithsej, a kemi më shumë armë me leje, ilegale, pa leje, të gjitha këto nuk kam mundësinë dhe do të mundohemi që në pikat shkurtra të diskutojmë bashkë edhe me të ftuarit që unë i kam sot në studio. Kënaqësi që të kemi ekspertin e sigurisë, Drizan Shala në studio. Faleminderit shumë zotri Shala. Përshëndetje. Dhe në të njëjtën kohë kemi sociologën Ambera Kelmendi. Ambera, kënaqësi të kemi sot prapë. Faleminderit për ftesën. Atëherë, po e nisim bisedën me ju, zotri Shala. Është thënë në opinion se thuaj se çdo shtëpi në Kosovë posedon nga një armë, qofshin ato me leje apo pa leje. Si e komentoni ju këtë? Çështja e posedimit të armëve në Republikën e Kosovës kjo daton nga një traditë e cila de facto bazamentin e ka nga zhvillimet historike që kanë ndodhur dhe kanë karakterizuar popullin shqiptar në Tansin në ballkonin perëndimor. Prandaj është asociuese për posedimi i armës në një familje shqiptare, është mburoja asaj familje nga një kërcënim që ka qenë permanent gjatë shekujve që kemi lënë pas. Prandaj kjo mendësi a do të që tani më është bërë dhe parim shoqëror, është një nga elementet kyçe që tani më në fazën aktuale të një shoqërie të modernizuar apo postmoderne, sepse kemi kaluar në disa stazhe të modernizimin e tepruar, pa ingerenca të caktuara, ka ndikuar që tani me një pjesë shumë e armëve që jenë në duart të qytetarëve të Republikës Kosovës, si relikt i ndryshimeve të konflikteve të viteve 90 dhe një pjesë apo disa armë nga 250.000 si konsideron nga shirfa zyrtare të organizatave ndërkombëtare me një pas lufte dhe që nga ajo kohë mund të konstatojmë një fakt që nuk kemi një shtim të këtyre armëve, sepse 250.000 që nga përfundimi i luftës është një argument i duhur që është si relikt i luftës edhe bën njerëzit me nostalgji një pjesë të armëve, ku një pjesë tjetër atyre armët për 250.000 faktikisht përdoren në rastet të kryerjes së veprave të ndryshme kriminale, duke përcaktuar një të drejtë që nuk i garantohet atyre që ta marrin vetë gjyqësinë. Ne kemi pasur rastin gjatë këtyre ditëve që kemi lënë pas, vrasje të ndryshme që kanë shqetësuar qytetarët e Republikës Kosovës, familjet në Tansin, raste edhe të sulmi ndaj një zyrtari të IPK-s. Pra kjo dëshmon faktin që ka një potencial të ndryshimeve sociale, shoqërore dhe psikologjike të pjesa e popullatës në Tansi dhe ky presion, ky ndryshim dhe ky devalvim shoqëror dhe normave shoqërore në Republikën e Kosovës po ndikon faktikisht që këto armë të përdoren dhe të keq përdoren. Prandaj ka ndodhur të kaluar kampanja të ndryshme që pas përfundimit të luftës nga institucionet të Kosovës që të bëhet dorëzimi i armëve në periudha të caktuara duke i liruar nga ndjekja penale, duke i liruar nga amnestu nga veprimet të posedimit të armë përkatëse, po që ka qenë paradoksale para 3 ditë hiç më lart një qytetar nga rajoni i Prizrenit dorëzon armën të cilën kishte si trashëgim mirë nga vllai i tij dhe prokuroria e ka të obligueshme që pas normatives të iniciojë rastin penal ndaj personit që ka dorëzuar me vetë dëshirë armën. Pra në këtë segment ne do duhet që ta gjejmë një modus operandi që qytetarët të cilët i dorëzojnë armë të tyre në organet të sigurisë mos ketë fare ndjekje penale a priori, derisa bëhet konstatimi forenzik i asaj arme se është përdorur në një akt veprimeve kriminale. Në shkak se nuk është përdorur në një akt veprimi kriminal gjatë kryerjes 27 vite të pas luftës, atëherë personi në fjalë mos të ketë fare ndjekje penale dhe kështu nxitet një promotor i zhvillimit shoqëror mendsi që të 250.000 armëve ne të dorëzojmë themi rreth 100.000 të organet përkatëse dhe kështu të ulet rreziku potencial i cenimit të sigurisë publike me impakt sigurisë nacionale. Ambira, po ju si e shihni këtë mendsinë që e përmendi zotri Shala për të pas një armë në shtëpi? Një armë në shtëpi, tash në varet qëndres për çka e përdorin, se ka shumë për shembull që jetojnë pjesë rurale e përdorin edhe për gjah që i kanë thënë përpara, nuk e di a është leja e njëjtë sikur me pas një armë për gjah, sikur me pas një armë për vetë mbrojtje. Mu më kishë interesu shumë me ditë kush ka drejtë sot me pas armë. Për këtë pjesë po do të kemi mundësinë që të shtjellojmë në pika kështu të detajuara. Okej. Për derisa nuk e kam shumë të qartë çfarë nuk e di edhe çka mund me jap një përgjigje definitive, po gjithsesi si shoqni, unë me sa e bona pak a shumë një farë hulumtimi, po del që gjeneratat e reja, domethënë 2000 tutje ose pak më prapërsisht dikon mosha 25 deri në 30 vjeçare,
nuk është që i përdorin shumë armët dhe nuk është që kanë shumë atentate. Problemi është të gjeneratat pak më të mesme, 35 deri në 50 vjeçare. A ka mbet kjo si trashëgimi e luftës, a ka mbet kjo si trashëgimi e kanunit, që në momentin që dikush ka ngrej armi një familje, tjetri u kanë i gatshëm për me marrë gjakun, e tjerë, këto janë fenomene që sinqerisht duhet mi studiu edhe në thellë. Për mu që është shumë shqetësuese është ku po i marrin, edhe pse se cili sot të kërcënon me armë. Kome ta bo kështu, nëse ti nuk e kryen që të punë, tjerë. Edhe une thash edhe në mediat e kalume që kesh në intervista, unë po mendoj, nështë edhe kom gabim që ka ardhur koha mu bo gjendje alarmante. Sinqerisht, jo për arsye që nuk ka siguri rendi, po për arsye që se cili sot ta rrezikon jetën. Edhe në rrugë, edhe para lagjës, edhe para shtëpisë, edhe gjithkohon ku jeti sot, unë është me dalë me fëmijë, me familje, ti e i rrezikum. Për shkak se nuk ka kontroll mbi armbajtje. A janë me leje, ajo pa leje, unë prap nuk i di saktësisht statistikat, po gjithsesi i rrezikum je, masi që përfundoj gjithë, do me thonë 3 vrasjet që kanë në një fshat e Podujevës, po në qatë të mbramje, në rrugën B, ndodhi atentati tjetër, do të thotë hala ishin shoqënia të traumatizum për asaj që ka e pam, mas 4-5 orëve rasti tjetër, në vend se me ngrit gjendjen e alarmit, në vend se me marë pak sigurin në një përmas pak më të madhe, do me thonë gjithë shka është në heshtje. Edhe s'po di kush e ka fajin, sinqerisht këto është fajim gjithmonë jetim, po në këtë rast hala ma shumë jetim. Ndosha të duhet që të punoj që të zgjidhet kush është fajtori në këtë mes, por urojmë që të mos kemi raste të tilla më. Urojmë me pas gabim, po simbas që ty në rrethanave dhe qëndresa, dasht e pa dasht, determinisht ti kur e ndëgjon një lajm edhe kur nuk dënohet aq sa e meriton kriminali që e bën një vepër pak më herët, ky tjetri thot po kaloj shadhone që ka shlet. E hek mlefin, e hek inatin, e kryen detyrën që ka pas me kry, edhe mandej që kjo buja shumë e madhe e medjave e bën që pak mu stopu, po veç një periudhë shumë të shkurt kohore. Mas 2-3 muajve ndodhin prapë ngjarjet e njëjta. Zërishala, ne folëm edhe me Amberën që është një e kritereve, por do të më interesonte edhe mua shumë të dija se cilat janë ato kritere që duhet të plotësohen që një njeri, një person të ketë një armë me leje. Para se të përgjigjem në pyetjen e parashtruar nga ju të dyjave, do duhet që të kemi një shifër rreth 35.000 armë legale, pra që janë në dorë të qytetarëve të Republikës Kosovës, të cilët kanë kaluar një proces trajnimit, verifikimit nga mekanizmi përkatës dhe kanë pajis me armë, me leje të armës për posedim dhe për bartje, sepse karakterizohen 2 armë, është leja armës për posedim, pra çdo qytetari që dhe mbush moshën 21 vjet, janë disa kritere që do duhet që të certifikohesh në organet të quaj apo në kompanitë të licencuara nga ana mekanizmit të sigurisë së Republikës Kosovës, pra nga Ministria e Punëve të Brendshme, ku në moshën 21 vjet bën kërkesë për trajnim, për të pajisur me armë, qoftë të brezit të armës shkurtë apo të gjata për gjatë, sepse janë e njëjta leje, vetëm karakteristika është çështja e armës, po karakteristika është vetëm të arma, dhe pas asaj bëhet trajnimi nga organizatat të licencuara për to, bëhet një vlerësim a priori, me pastaj ku kryet gjithë ky trajnim, shkohet te pjesa e aplikimit që është kalimi nga një proces mjekësor, që bëhet në qendrat e mjekësive familjare të përcaktuar sipas ligjit në Republikën e Kosovës, ku gjitha këto plotësohen, atëherë kalohet te pjesa e verifikimit nga ana e Policisë së Kosovës, që e përcakton qartë se personi në fjalë a ka të kaluar në kriminale apo ka prirje për të kaluar në kriminale, dhe mbi atë bëhet vlerësimi se a lejohet apo nuk i lejohet leja e kaltër, pra leja për posedim të armës, dhe kemi edhe lejen e bardhë që është për bartje të armës. Po leja e bardhë është një leje specifike që në periudhën më parshme është dhënë nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme nga Policia e Kosovës, ndërsa tani është precizuar me udhëzimin administrativ që i jepet nga vetë Ministri i Punëve të Brendshme, janë persona të caktuar të cilët shteti nuk mund t'i ofrojë sigurinë 24 orë sepse janë të kërcënuar nga veprimet e caktuara nga veprimtaria tyre që bëjnë, atë shteti lejon dhe jep leje të bardha ku personi në fjalë mund ta bartë armën në trup gjatë 24 orëve edhe nuk e ka frikën e ndalimit, ndërsa me leje të kaltërta është specifikuar me qartazi procedura standarde operative. Një qytetar që ka një leje të rregullt,
lejen e kaltërt, ai mund të marrë armën, të lëviz nga shtëpia deri në poligon dhe nga poligoni në shtëpi. Pra nuk ka të drejtë ta devijoj rrugën, se nuk mund të shkojnë nga shtëpia në poligon dhe nga poligoni në qytet për të pirë një kafe, dhe më pastaj shkon në mbrëmje në shtëpi, sepse ashtu bën desh me normative, me udhëzimin administrativ dhe ligjet për armën, po është i obliguar që në intervon që ai dëshiron të relaksoj, është armë, është leje për relaks, pra ai e kryen veprimet nga pika A në pikën B, paraprakisht njoftohet stacioni policor ku personin e fjalë, që unë jetoj në rrugën B, unë joftoj stacionin e Jugut që unë kam tani një leje të armës, kam armën, dhe unë lëvizim me makinën time nga pika A në pikën B. Dhe njëkohësisht pika B në shofë se poligoni është jashtë teritorit të komunës së Prishtinës, njoftohet stacioni policor, i cili dëmon e ka poligonin në hapësinë e tij të veprimit, dhe njëkohësisht gjatë itinerit të rrugës njoftohet edhe njësitë përkatëse të autostradave apo njësitë trafikut rajonal, sepse informohet se në veturën përkatëse ekziston një armë me leje. Pra, kjo është pjesa e cila de facto në Republikën e Kosovës do duhet një kontroll më të rreptë, sepse të lejet e kaltëta po ka interpretime të ndryshme, por ka zbrastira ku qytetarët që kanë leje të kaltëta i lënë afër edhe armën, po edhe karikaturën e mbushur dhe aja bën desh me ligjin për përdorimin e armëve. Pra, kjo është pjesa kryesore, pjesa themelore, por sa i përket çështjeve të tjera, unë mendoj që shoqëria kosovare tani më do duhet ketë një reflektim. Gjetja e fajtorit në këtë rast, në këtë rast që kemi lënë pas, është dimensionale. Kemi fajin vertikal, pra është institucional, sepse qytetarët të cilët kanë prirje kriminale, e shohin që po një vepër të ndryshme të posedimit të armës, jo të rregullt, po ilegale, mund gjobiten vetëm me shumë aparash. Edhe kalkulon, thotë, okej, është bo modus operandi që dënosh 2.000 euro, 3.000 euro, në rregull është, unë e posedoj armën, ku më vinë të paguaj 3.000 euro dhe vazhdoj për të blej të tjetrën. Pra ne këtu do duhet që normativa shumë e qartë, o shumë e qartë, është një nga normativa që e garanton sigurinë publike, bëhet zbatimi i tij në përpikmëri. Pra, të gjitha ato që armë ilegale dhe gjenden në hapësira të caktuara jashtë në shtëpive, sepse për të patur çastin në shtëpi do duhet plotësuar disa kritere paraprake, do duhet të ekzistojë dyshimi argumentuar si personi në fjalë ka armën në shtëpi dhe ndan kryen një vepër penale, ku po më pastaj hihet pjesa procedurale hetimore. Por te pjesa e tanësishme duhet të jemi shumë preciz në atë aspekt në ato që arma si dhe kur, dhe njëkohësisht përmes kësaj forme të arrihet që qytetari që dënohet, të tjerë dhe marrin një mesim se unë dënona dhe mund të marr vojë 1 vjet, 2 vjet dhe 2 vjet me qëndruar mbrapa gridhave jashtë shoqërisë, vetëm është bukur shumë e rëndë si veprim, edhe e ngadalson, jo eliminon, po e ngadalson trendin e përdorimit të armëve të ndryshme. Nuk është një problematik për mua edhe armë të zjarrit të moshat madhore. Unë kam një problematik tjetër, armë të ftofta të mosha rinore. Po, fix. Pra, sepse nga early warning, pra ne si asociacioni kriminalistëve, kriminologëve dhe viktimologëve të Kosovës, ne bëjmë early warning. Ne që nga 2006 kemi gjitha statistikat, kemi edhe rajonet në Republikën e Kosovës, që dimë se në cilë rajon ka pridhje në cilat vepra penale. Ne kemi adresuar gjitha këto të institucionet ligjzbatuese, sepse në Republikën e Kosovës zbatohet çështja represive. Pra, ne aktivizohem pasi të kryet akti penal, pra, asesi në pjesën preventive. Këtu është faj të pjesa e ministrive, Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, Ministria e Familjes, Ministria e Familjes, Ministria e Arsimit, pra këtu janë dy mekanizma pse jo mos të futen edhe pjesë e bashkësive të kultit religios, në pjesën e afirmimit të çështjet e adresimit të problematikës në fjalë, sepse nganjëherë shteti nuk mund të deportojë ato ku mund të deportojnë prirës fetar për të përcaktuar qartë një lloj normative juridike mbi bazën e normative tradicionale që ne jemi të mësuar. Pra, si shoqëri ne do të kalojmë këtë fazë që ne kanë kaluar vendet të tjera. Zoti Shala, me qenë se përmendëm rastet e fundit, a mendon se do duhet që të ashpërstoheshin kriteret për marrjen e armëve me leje? Pyetja është kështu, 35.000 qytetarë që kanë armë me leje. Sa nga ta kryejnë vepër penale? 0.01%. Është
sepse të gjithë e dinë që ai i cili ka armën me leje, për të batur një armë është një kosto financiare, varian 2.000-3.000 euro, për të përmbyllur për me pas një leje të armës. Dhe ai çdo qytetar që ka lejen armën me leje, bën ndonjë veprim i cili bën dëshme normativen, çfarë do fushë, me automatizëm shteti ja tërheq armën. Pra nuk është problematika të ata që kanë armë, lejen me armë, po problematika është të ata që se kanë armë me leje. Pra, këtu do duhet të adresojmë edhe mendoj që përmes kampanjave kjo gjë mund të rregullohet, pra një kampanje e vetëdijshme, një kampanje që e përjashton pjesën e ndjekjes penale për të arritur përqindjen prej 45% që dorëzojnë armën. Njëkohësisht, Policia e Kosovës deri më tani në periudhën që kemi po flasëm 4 vjet të fundit, ishte fokusuar te pjesa e sigurisë nacionale. Pra ne kemi patur një çështje që ka qenë te atakimi i sigurisë në pjesën veriore dhe mekanizmi është desh të angazhoj gjithë personelin përkatës për të garantuar sigurinë nacionale dhe ka mbetur në hije siguria publike me të cilën ne ballafaqohemi çdo ditë. Prandaj tani do duhet kemi reflektim në aspektin e nivelit menaxherial Policisë Kosovës dhe të kemi racie të ndryshme, pra kontrolle të përcaktuar qartat me informacione inteligjente nga komuniteti dhe aty bëhet identifikimi personave apo lokaliteteve që mund të ketë potencial të veprave jo vetëm të posëdimit të armëve ilegale, po edhe vepra të tjera kriminale, por të përçuar mesazhin. Sepse në asnjë vend, vetëm në vendet diktatoriale, mund garantojmë 100% që qytetarët mos bëjnë ndonjë vepër penale. Shumë informacione. Veç pak një ndërlidhje. Unë mendoj që duhet mu rrit mosha, jo me qenë 21 vjeçare. Për shkak se pavarësisht që ligji konsideron që është i pjekun, unë mendoj që ky 21 vjeçar hala nuk ka dalë prej moshës adoleshencës, delekuencës, që me mujtaj me kanë shumë i sigurt në armën që e manë. Unë mendoj që këtu do të mu bëhet dikun mosha 28, eventualisht 30, për me konë ma i sigurt. E kur të bëhet që kjo mosha 28, ti mund është me shti për shembull në raport për me marrë lejen prapërsisht 5 vite ma herët, që ata me trajnu, që to testet psiqike mi abo, testet sociale, se nështë pavarësisht që vetë ka gjendjen kriminale shumë të pastërt, mundet me pas dikun një gjendë që kanë mujtë dikush prej familjes ti me pas diçka të ngjajshme. Unë mendoj që kriteri këtë rast duhet me konë mosha, edhe që ky ligji jo veç mu dënu me armë duhet me konë ma rigoroz. Nashta me bo dhe me 7-8 vjetë burg. Ligji është 5 vjetë? Pak është. Për menimin pefta më shumë pak se s'poti. Pyetja është që sa nga gjyqtarët në Republikën e Kosovës kanë dënuar një person me 5 vjet. Kjo mandej është çështje tjetër, se si kjo është problematika, do të thënë ne kemi normative shumë të qartë. Çik pikërisht. Përderisa kjo shkon zinxhir që ndrejson mendoj që shkon zinxhir. E ceku zotrishala që duhet me kanë dikun tek në shkollat fillore një vetëdisim. Unë mendoj që kampanja duhet me kanë atje në shkolla fillore. Jo kur të rriten ta njerëz kur të pjekën, edhe që zgjedhjen e vet me problemit e shohin armën. Edukata fillon te brezat e familjes, edhe shkolla bile është shumë bon. Jo rastisht thonë që fëmia edukohet 30 vjet para se mu martu një qeft. Se qashtu shkon duhet mu përshtat familjet me këshyr gjendjen e kanë thonë përpara dhe dajt këshyrja. Se kur ta kish një nanë ose një babë që për një me është shumë i edukum edhe që a i fmi ko me dajt, që është të pavarësisht që sot i kemi shumë faktor që edhe rinia po devijojnë gjatë rrugës, po prapë se prapë kër është baza e familjes është e fortë dhe është e sinqert, nuk besoj që të gjithë kanë ambicje për mu po kriminal. Ta shën varet që ka i del rrugës, se sot rinia nuk kanë durim. E diskutu më pram, durimi është në nivelin në zero. Po, prapë se prapë nuk janë që ta që bojnë vetë vrasje, ose vrasje. Shumë ma shumë janë moshat e mesme. Sa i përket statistikave për vrasje dhe për vetë vrasje, këtu ka tjerë faktor. Është gjendja ekonomike, është gjendja sociale, është gjendja psiqike, është gjendja psikosociale, do me thonë që presioni social është shaq i madh, sa që ty të banë me mbyll, mos me i dojë shoqënisë për para, me i te i kalu problemet vetë. Një 20 vjeqar shumë a letë sot shkon të psikologu. Shumë mendësin e ka ma të hapun për me trajtu problemin, angthin, stresin e tjere tjere. Kurse generatat, po e za dikon generatat 90 e tutje e kanë shumë ma problem, se i gjykojnë. Do me thonë, ti mund është me pas probleme familjare që s'po mund është me jadal kur që është me zgjedh, e problemi, zgjedhja jote vetme është me shku të psikologu. Jo, hek në këtë ide. Nuk egziston ma pëse truni është organi trupit. Qysh smuhet zemra, dhami, smuhet edhe truni. Duhet me u trajtu. Është shumë normale. Edhe kur të vjen puna që ti veç fillon mi marrë dhe me medikamentet, fillon mi marrë dhe hapat për trajtimin e një problemi shëndetësor mendor,
atëherë zgjedhja është më e lehtë, për shkak se ti e paraprin për me ndalu një akt që nesër mas nesër mundet më bo statistike dhunës, mundet më bo statistike vrasjes, e kjo më ndej po kalon në qëto statistika që për shoqërinë Pra, shumë. ndikojnë këto momente, konfliktet, këto emocione, konfliktet të momentit në diçka negative kur arma në këtë rast është e arritshme? Dje e diskutum, unë mendoj që ai njeri që nalet edhe mendon para se me bo aktin, ai nuk e bën këtë akt. Po është momenti që ai nuk e mendon fare. Do me thonë, zgjedhja ti e vetmja e problemit është me shku me marrë hak për që ata. Kjo mundet me ndodhë dhe për fyrje publike. është thirrët kultura e nderit. Nëse një person fyhet publikisht, edhe ai nuk ka argument për me mbrojt momentalisht vetën, e mendon edhe mundësia vetëm është ai duhet me shku me marrë hak për çata që ju ka bo. Unë mendoj që kjo është bazë shoqënore kogja e madhe, nuk është veç rastisht. Sot secili njeri gjykon ose të paragjykon për diçka që ti e ki. Mos me qenë unë e pjekun për gjykimet që mu kanë bo për shkak të mbulesës, edhe mos me mendu për shembull që unë muna me sqaru edhe me konceptu ndryshe që të dukjen time, sinqerisht fyrjet që janë bo, edhe ato detajet që janë folë në për media sociale për mu janë shumë trana, po e kum të i kalu si diçka që nuk është e jamja. A i fynë për shkak se aje është kultura e ti, ju e jamja. Unë nuk të fyj. Për derisa nuk të njoha, nuk të fyj, as nuk të gjykoj. E me kohën tjetri për shembull që gjykohet për një dukje tjetër, ose për diçka që a i nuk e ka, po gjykohet për që ato që e ka, që me thonë, ideja e parë që kom i ardhë për me bo një veprim është me shku me marë hak. E tani këtu kur të merret haku, merret mënyra të ndryshme, është arma e ftoftë, është arma e nxehtë, është rrahja, është do me thonë edhe këto akuzat e tjera që u bonë dhe familjarve, këme ta në mbyt nanën e babën e tjere tjere. Janë shumë trana. E duhet tema e orë tona për mi të qaru tonat, po sinqerisht paka shumë në qëto pika, unë menoj që si shoqni jena në krizë. Jena në krizë, s'kisha me thonë identitare se ma identiteti veç është i përcaktum, nuk kemi diçka që ka me shtu, e dim sakt kush qka është, e dim sakt kush qka përfaqëson, kisha me thonë që jemi në krizë institucionale, për shkak se randi ligji edhe detajet tjera që këtë shoqni e banë me kanën në vi, po mungoj. Do të vazhdojmë të flasim për armët këtu në magazinën Bonbon, bashkë me të ftuarit që unë i kam sot. Zotri Shala, kemi raste kur persona me histori problematike kanë arritur që të pajisin me armë ilegale. Si ja bëjnë, si shkon puna deri këto? Është të qartë që ekzistojnë disa vakume ligjore, pra ekzistojnë disa vakume se përket aspektin e personat të cilët mund të jenë të kërcënuar nga NM personi, pra a priori themi kështu mënyrë hipotetike. Personi A mund të jetë me prirje kriminale, mund të ketë kalurën kriminale, po kërcënohet nga një person B, i cili në forma ndryshme ka paraqitur kanosje ndaj personit A. Shteti është i obliguar që personit A, pavarësisht të kalurës së tij kriminale, pavarësisht që mund të jetë precedent në veprimeve të caktuara tjera kriminale, shteti është i obliguar t'ia ofrojë sigurinë. Po në mungesë të sigurisë fizike, pra përmes policisë ato, shteti është i obliguar sepse e përcakton normativa që ai të lejohet të ketë një armë për vetmbrojtje. Pra këto janë disa elemente që mungesa institucionale që jenë çdo kund policë, sepse nganjëherë kërkesa është shumë e madhe. Dhe kemi mungesë të zyrtarëve policisë, sepse atëherë ne do duhet kemi me 10 mijëra zyrtarë policisë për të ofruar siguri për çdo qytetar. Prandaj në gjithë disa momente të caktuara si shteti ato do të pajisë me armë, me leje të armës dhe të siguron dhe mbron vetën sepse kërcënimi është faktik, është i argumentuar, është i dëshmuar përmes formave dhe rrugëve operative nga personi B te personi A. Prandaj mund të kanë armë të caktuar personat të cilët mund të kenë precedent kriminal. Format të tjera sa i përket aspektet të tjera është çështja që duhet të jetë preokupim është papërgjegjësia shoqërore dhe institucionale. Pra ne këtu po flasim për një tematikë që do duhet të ishin në tavolinë tonë ministri punëve të brendshme, ministri i drejtësisë. Realisht ne kemi bërë një ftesë Ministrisë për punë të brendshme, por që nga dita hënë nuk është se ka marrë ndonjë përgjigje, i kam ftuar në emision, i kam ftuar edhe që të kemi një deklaratë prej tyre, por fatkeqësisht do duhet të kishim këshillin prokurorial, do të kishim këshillin gjyqësor. Pra, ndal nga pjesa represive të ishte prezente në tavolinë për të diskutuar, faktikisht për t'ia bërë rendjenin edhe vertikal dhe horizontal gjithë problematike, sepse nuk është vetëm kjo problematikë.
Ne kemi raste ku stërgjatën procedurat gjyqësore. Atëre bëhet vetë gjyqësimi. Vetë gjyqësia është vepër penale. Pasi që ti ki të drejt, po nuk e ki mirë. Pra, e mira dhe e drejta nga një janë kundërshtim njëra me tjetrën. Pra, ndaj në këtë bazë do duhet që ne të kishim të fokusuar të pjesa e mbështetjes së organeve përkatëse, për me shtim të personelit për të përmbushur nevojat dhe kërkesat që qytetarët e presin ndaj sistemit. Ku sistemi është i lëngët, kuptimin nuk është stabil, është fluid, atëherë pa dyshim që qytetar pas një proces që gjyqësor 5 vjeçar, 10 vjeçar, ai do duhet që bën një hap sepse është si të pamundur realizimin e së drejtës që atij takon. Prandaj ky është një nga faktet edhe elementet përkatëse, edhe çështja e që ne pajtojmë me zonën Kelmendi është pjesa e kthimit të një doktrine mbar shoqërore. Pra ne do duhet që të edukojmë brezat e ri. Pra potenciali i aktiviteteve kriminale fillon që në moshën 9 vjetë. Pra, ne kemi statistika, si asociacion, si devijimet sociale psikologjike, ne i shohim në moshën 9 vjetë dhe ne kemi bërë një hulumtim shkencor, nxënësin i cili ka qenë në moshën 9 vjetë, e kemi përcjell deri në shkollën e mesme. Dhe kemi përcjell gjatë tërë kohës aspektin e zhvillimit të tij socialo-psikologjik në afirmimin e tij në pjesën e shoqërisë përkatëse, dhe që ka dalur me prirje ku ne kemi përcaktuar çarta dhe elementet dhe faktu që mund të manifestojë. Pra kjo dëshmon që shkollat nga njerë edhe është ndoshta jo baza tematikës, po kurikula. Jo kurikula si bazë, po baza kurikulës, baza konceptit arsimor ku duhet ta shkojmë. Gjitha këto gërthehen dhe luajnë shumë faktor, krijojnë që për ta zbuluar ta themi rrugën e drejtë që e cila minimizon pikërisht sillet e devijuese të qytetarëve të Republikës Kosovës në rrugët tona, sepse është alarmante. Çka ju bën juve për cilë këtë 9 vjeçarin? Na i sjellje delikuente, trashëgimia familjare? Janë shumë faktorë, po një nga faktorët ne bashkëbisedojmë, pra kemi bashkëbiseduar me nxënësa, kuptohet, me lejen e prindërit, me lejen e institucionit. Po mirë, po çka është ajo finesa që ty ta jap që ti duhesh me përcjell çat në sepse janë disa, themi, janë ato sekretet e punëve që ne i adaptojmë. Po, a duhet me kanë kjo trashëgimi familjare, nëse për shembull që ky fëmijë i ka pas edhe prind me probleme? Pjesa sociale, pjesa devijimi social është një nga shtytet kryesore që është mbi 45%. Pastaj kemi një sjellje të karakterit psikologjik që karakterizon 35% tjetër, pra jemi diku te 80% e aktiviteteve të veprimeve që te përcakton çfarë do si personin në fjalë NN ku mund të jetë pas 10 vite. Atëherë edhe faktorët e tij social, shoqërimi i tij, te përcakton çfarë do rrugën e veprimit është early warning, po paralajmërim i hershëm që ndaj personin e fjalë ka prirje të veprimeve të delinkuencës qoftë në kohën e fëmijërisë apo prirje kriminale pas asaj. Jo keni vërtetë shumë që ne kemi edhe një institucion që shumë pak pyetet për to, është shërbimi korrektues. Shërbimi sprovuesi i Kosovës, pra është një mekanizëm brenda Ministrisë së Drejtësisë, i cili pikërisht si shërbim sprovues merret me riedukimin, risocializimin dhe rikthimin e personave të cilët kanë përfunduar pjesën penale që të adaptohen në pjesën shoqërore. Këtu është pjesa ndoshta e qelësi që të gjithë ata të cilët kanë kaluar një periudhë të jetës së tyre në burgje apo në sistemin e ndjekjes penale. Me pastaj të risocializohen dhe të kuptohet nga ata dhe të shqyqohet se a kanë akseptuar ndryshimin si bëhet. Në qoftë se i referohemi edhe akteve të ndryshme. Ju mund të vreni qarta që persona kanë të cilët kryejnë vepra penale, janë ballafaqur edhe në rënd dash në të kaluar me vepra penale. Prandaj sistemi i shërbimit sprovues ka dështuar Ministri i Drejtësisë. Dhe njëkohësisht databazat do duhet të ishin më fleksibile të organet përkohë sepse kemi edhe një mungesë në institucionet e komunikimit dhe bashkëpunimit. Disa informacione që mund të ketë sistemi gjyqësor, nuk ka sistemi prokuroria. Disa informacione që ka sistemi prokuroria, nuk ka policia e Kosovës. Pra, janë databaza që nuk kanë lidhje njëra me tjetrën dhe mund të ikin disa faktorë që përcaktojnë shkallën edhe probabilitetin e lartë të kërcënimeve të sigurisë publike. Zotri Shala, është temë shumë e gjerë kjo që po diskutojmë sot, por para se ta përmbyllim bisedën, unë do të dija, a kanë afat skadence lejat që merren për armë? Po, janë lejat 5 vjeçare, pra brenda periudhës 5 vjeçare, ti pajisës me leje për posedim të sasoj arme që ti ke blej.
Gjatë periudhës 5 vjeçare, bëhet vlerësimi dhe dyshimi dhe analizimi a i ke plotësu standardet dhe kriteret për kafshë. Në pjesë të ndryshme të Kosovës, disa stacione policore bën edhe inspektime në shtëpitë të personave që kanë armë me leje, por të përcaktuar se a i mbajnë sipas normatives në vend të sigurt që nuk ka çështje personat të tjerë. Gjatë kësaj periudhës 5 vjeçare bëhet rentgeni apo vlerësimi dhe verifikimi nga aspekti i veprimeve kriminale. Dhe gjitha këto në se plotësohen, atëherë ati vazhdohet leja armët për 5 vite të ardhshme, por pjesa më e madhe më pastaj në qoftë se personi në fjalë që ka lejen armës ndron jetë në format ndryshme, me automatizëm ajo armë konfiskohet apo sekvestrohet nga ana e policisë së Kosovës dhe hyn në pjesën në pjesën e depove, ku më pastaj nëse qoftë një familjar dëshiron që ta trashëgoj armën me leje që ka pasur një familjar i tij, e ka lënë të njëjtën procedurë për të kaluar dhe për të aftësuar për përdorimin e armës dhe më pastaj mund ta merr armën në familjarët e vet. E çka ndodh me armët që konfiskohen nga policia e Kosovës? Pjesa më e madhe e këtyre armëve të cilët konfiskohen janë pjesë e veprimeve kriminale, pra janë të obligueshme sipas kodit penal dhe kodit procedurës penale të ruajnë sepse janë pjesë e procesit hetimor, pjesë e procesit gjyqësor, më se përfundon në sistemin gjyqësor. Ndaj atyre armëve, atë bëhet shkatrimi, ju keni parë shumë herë edhe UNDP-ja së bashku me pjesën e policisë bëjnë aksione të ndryshme dhe i ftojnë edhe mediat, dhe është një lloj mesazhi treguesi që policia vepron, por ne do duhet të bim me këmbë në tokë, të shoqërojmë dhe të bëjmë një rentgen të duhur social dhe shoqëror dhe psikologjik shoqërisë tonë, që më pastaj përcaktohen direktivat politike për ta minimizuar çështën e devijimeve të shoqërisë kosovare. Ambera, me qenë se jemi edhe në fund të bisedës, çka mendon se duhet të ndryshojë urgjentisht? Ligji, kontrolli apo vedia qytetare? Është interesant se këto zakonisht vrasjet ndodhin në raporte familjare. Domethënë vllau vllaun, partneri ish partnerën, ish partneri partnerën, nana babën, baba nanën e tjerë e tjerë. Ideja është që unë mendoj që sinqerisht përveç këtyne rigorizitetit të ligjit për me kanë diçka strikte, jo me ja falë ati masi që ja kanë zonë armën, edhe jo me falë ati që e ka bo një vrasje këgjatrane dhe me thanë që ti ki 10 vjetë borgë dhe dush me dalë prap me gëzu lirin, unë mendoj që spodin është shumë e tepër të kërkesa po mi u hikejt familjeve me kontrolu kush ka armë. Edhe që ato që janë pa leje, edhe që ato që sidomos familje që kanë prirje për me pas persona kriminal në familje, mi tërhek për ndryshe kjo shoqëni, unë mendoj që jemi në rrezik, sinqerisht po thonë. E dyta, nështë edhe vedisimi shumë i hershëm, po s'kisha munal të paka shumë të çështjet fetare, se besoj që munen me pas ndikim pak ma shumë klerik fetar, po jo që aqë shumë sa që unë menoj që duhet me shku polici, mi thonë fëmis. Nëse ti e përdor që të armë, që kjo është ligji për ty, që këto procedura kemi kalu ti, edhe me u bo rigoraz edhe mi ja tregu frikën. Jo me kanë liberal në këtë pjesë, se nëse ti të anëzojna një armë, ti mund është me te i kalu, edhe mas 2 vjetet i delë në shoqëni, edhe si dhe shlirë, jo. Unë menoj që në qëtë pjesë, minimalisht, me kanë shumë rigoraz. Ki me shku me te i kalu qëtë pjesë, që të dhunë, që të aqëta, që ti me kanë i pasër. Qaj risocializimi që e falëm. Jënë sane që duhet me konë strikte, për ndryshë nëse jemi qika është tolerant, e falim këta, e falim ata, gjykata e veshgat, dikon dherin 5-6 vite një landë, edhe nuk merë asë një vendim, s'kena zgjedhje, adin derisa të binte në nivel në vi qëto detaje që po i përmanim, sinqerisht. Uroj që gjeneratat e arshme me kanë shumë open-minded, edhe mos me mendu që të pjesë zgjedhjen e vetme të konfliktit, mos me mendu si përdorimin e armës, me gjithë diçka tjetër, me folj me psikologun, me sociologun, nëse diçka e mundan është normale se jemi njerëz, po jo me pasi zgjedhjen e përfundimtare armën për me shku me ma një hakmarje. Ambera Zotrishala, faleminderit për krejt informacionet që ndohet me ne dhe me shikuesit tanë. Faleminderit shumë.